Ka thot Kushtetuta e Republikës Kosovës. Por që ka më shumë jo korrektësi politike. Ka thot Kushtetuta e Republikës Kosovës te mandatari i dytë, ajo thot shprehimisht. Pas pamundësisë për të pasur votat të mjaftueshme kandidati i parë, partia fituese ose koalicioni fitues e ka të drejtën të nominojë kandidatin e dytë. Kjo është e kryme. Të parin. Rastin e parë. Edhe në rastin e dytë. Në tjetër procedurë. Jo partia fituese rastin e dytë jo. Rastin e dytë jo. Jo në rastin e dytë se ka. Është shok të dashur. Kjo është dëshmu që na ka prodhuar efekt. Ka ndodhur, nuk s'kem çfarë zosim këtë punë. Që ka ndodhur njëri po pret për ju numëruan ditët. Kjo është e kryme. Unë jam i bindur që s'ka pas shteli kushtetuese. Tjetra gjë. Ja tham kanë bind, si e kanë bind. Po më kanë bind që i kanë votat. Se të kallëzoj edhe ty. Po ç'e bindi kur ta kanë 4 veta kanë 4 vjet premisa e gjosës është kjo. 4 veta kanë abstenu, 5-6 i ka. Lutfi Aziri ka thonë që unë votoj nëse jam vota 6-1, ai na mpoqe me Zotin. Në deklarata publike. Jo. Do në deklarata publike. Absolutisht do. Do në deklarata publike. Po tash ti orta, unë po të kallëzoj çka kanë thonë ashtu se në di që s'është. Unë po të kallëzoj çka kanë thonë. Ata thimë diçka. Mbas mandatarit zonja Osmani i pritin në takim krejt e subjektive politike. Dhe në takim kërkoi mbështetje për mandatarin e dytë. Dhe ata dolën pas takimit. Vetëm ta përfundoj. Po propos se kry fjalina, vjen tani. Kërkoj ndjes. Pas daljes së kryetarëve thanë që nuk i kemi votën. Prandaj po them që nuk i lidhi me Albin Kurtin, me individin. Tha, nuk i kemi votin edhe dhe temra të ndronë lëvizja vetë vendosje, që po tuti nga jo që ata po thojnë, se nese mund të zvotojnë. Unë po mirëm me në fjallën e atyre publike që po thojnë. Nuk e votojnë as një mandatar. Askur se votojnë. E pse atëhere mandatojnë në qofë se votojnë? Sepse është procedurë kjo punë. Ata po e kryet edhe... Jo, është që është kohë e dora jetë. Po dojnë kohë, po dojnë në kohë. E po t'ja themi sot. Po tash kush e fiton, kush fiton, ata i bojnë llogaritë e veta. Ata fitu, ata që janë pushtet janë të fitu. Po tash nuk e di dhe ata në zgjedhjet janë për me vërtetuar. Janë të fitu kohë. Me datën, unë kretë predispozitat është që na shkojnë në zgjedhje me datën 28 dhjetor. Po jo para balotash. Në 28 dhjetor, partitë politike si kanë dhënë shumë zër, edhe tash me kriju në e farë momentumi, sepse o të që mos pigjon diçka në balotash, po flas për bindjen tam, na më gabim, po e di që s'jam gabim, na shkojnë në zgjedhje në fund të vitit. Edhe pastaj ato fillon një rezultat i ri. Shumë është e rëndësishme që ka mu përdur. Rezultat i ri që mund të jetë ndryshëm nga ky që e kemi aktualisht. Pak, po shumë e rëndësishme të dihet se çysh po krijohet momentumi që kë, sepse nuk është e rëndësishme shkuarin në zgjedhje sepse ajo është dihet, po shumë e rëndësishme se çysh po hym aty në çfarë situatash politike, me çfarë polariteti, apo me çfarë qëndrimesh dhe cilë është ne tash në sfond kemi një koalicion të gjanë në mes të LDK-s edhe PDK-s, në nivelin lokal janë dëshmuar ata, PDK-ja tha që ne nuk e ndihmojmë askund lëvizjes vetëvendosje, po i ndihmojmë LDK-s dhe ana Sirtas. Përveç rastit të ushtrisë. Po bënën të lashë Xhaferin, ka mysin djalin i thanë që do të me lidha, ziqa i tha Miradi. Jo, bes se kanë. Jo, i tha do të me lidhë ose do të me aqu. Ja, bes se me të. Që për PDK-ja ka votuar ka sjellë pushtet vetëvendosin atje në Gjilan. Mos e pastroni gjovën ka shumë. Unë opinionin të thonë, unë kam përgjegjësi publike. Unë flas me përgjegjësi publike këtu, nuk flas. Tash ka bën mirë që ndikon, ka bën mirë që ngritin ndikon, kjo shumë e mirë është, sepse çka është ideja e koalicioneve politike. Tash i kanë dalë kundër, shumë normale është kjo. Vetëm përfundoj. Pra shumë është e rëndësishme që na të shkojnë në zgjedhje, por shumë më e rëndësishme është se çu do të rreshtohen partitë politike. Kjo gjë më e rëndësishme tash. Janë rreshtuar. Ai, po nëse rreshtohen kjo ka kosto. Janë rreshtuar. Po prandaj ka kosto politike. A shkojnë në blok, a shkojnë daras, sepse ky ostoi po na pyet neve a ndron rezultati dhe nëse nuk na ndron rezultati, çka na prit na qenë edhe të muj. Ata pyes me se na pedim që. Po kjo është shqetësimi që do të më prit na. Apo kupton? Dhe çka ndryshon? Problemi është që nëse ndryshon rezultati, atëherë çka na prit na edhe të muj. Qytetari kam një pyetje. Gjykuar drejt këtë po themi autorin për gjithë këtë procesin në shkurt për arsye se pozicioni i Kosovës sot është i dëmtuar fuqishëm. Se ju e thatë pak a shumë që kjo